Do të vijojmë me shtypin e ditës, e para për sot është standard, ajo hapet me kryeartikullin legalizimet. Zbardhet harta e zonave që marrin tapit e para, çfarë ndodh me 41.000 dosjet e ankesave, takimi me krerët e agjensive, Rama, jo mosvarritje në procesin e legalizimeve. Skema e re e kontributeve, të lindurit pas 1 janarit, 78 janë çfarë të detyruar të paguajnë për pension. Dhe mëtej, për plaset për vdekje, vogëlushja 3 vjeçare ndalohet drejtuesi. Në faqen 7, Laç dhunon dhe fyen ish gruan rrihet prej kushërinjve të saj. Mëtej, zgjedhjet në Kosovë, rezultatet e para të KQZ, PDK kryeson e dyta LDK. Në faqen 18, detajet. Operacioni Weekend, sekuestrohen 600 kg kanabis, arrestohen 3 transportuesit. Në faqen 6. Protesta në Lezhë, deputeti Bumçi me tregtarët, qeveria duhet të bisedojë. Testimi në matematik, sot 45.000 maturant japin provimin, ja rregullat. Në faqen 5, shkrimi i plot. Milosao, një hero, ky shkrim vjen në brendësi të këtij artikullit nga Sadik Beko. Mëtej, së fundmi, çfarë fshihet në botë, ja disa nga enigmat, misteret e të kaluarës që arkeologjia po i fsheh. Në suplementin e të përditshme standard do të keni mundësi të gjeni këto shkrime, ndërkohë vijoj tek Panorama. Kushtet në qytet, legalizimet, tapi vetëm për 500 m2 tokë të zënë. Kush përfiton nga çmimet e favorizuara, nishani i kalon në heshtje, ndryshimet në ligj hyjnë në fuqi në fund të qershorit. Mëtej, këndua në diskon e Sarandës, kapet me drog çifti grek, në faqen 5. PDK e Thaçit fiton zgjedhjet në Kosovë, vështirësi për qeverisje, në faqen 9. Kombëtarja fiton 3-0 me amatorët e San Marinos, në faqen 23. Tregtarët e Lezhës në grevurie familjarisht, në faqen 6 vjen ky shkrim. Nipi sulmon Bedri Bloshmin, Xhaxhai vodhi me letra false vëllain e pushkatuar. Kryepolicët, verifikim të dyfisht padive të qytetarëve, urdhri i Tahirit. Ky shkrim vjen në faqen 7, ndërsa në rubrikën Opinion sot do të lexoni G7 dhe sfidat globale të zhvillimit nga Anastas Angjeli, së fundmi nga Tritan Shehu, dashamirësia e Brukselit. Bioetek e përditshmja shqip për sot si kryeartikull ajo trajton, Thaçi fiton me vështirësi, vetëvendosje dhe LDK mbeten në opozit, Pacolli rezulton humbsi i madh. Mëtej, një tjetër shkrim vjen në faqen 21, triumfon kënga Me të jeton Soni Malaj fituese e Top Fest 11. Zgjedhje të qeta dhe pa probleme, palët pranojnë rezultatin, në faqen 2. Ndryshojnë gjykatat dhe prokuroria, plani i qeverisë për drejtësinë, në faqen 6. Drafti për ushtrinë u mbyll rrugën të rinjve, në faqen 7, ndërkohë vijoj pakti për detin, asnjë kallëzim në prokurori për firmëtarët. Rama, koordinohuni për ndryshe dështojmë, plani për legalizimet. Në faqen 5 do të gjeni detajet e këtij shkrimi. Vajza 15 vjeçe denoncon për dhunë të fejuarin dhe familjen. Policia nis hetimet, minorenja u fejua pa dëshirën e saj. Në faqen 11. Kapet gjysmë ton hashash në Vlorë, asgjësohen 7 parcela. Në faqen 10. Futboll, Shqipëria fitore për statistik me San Marinon. Ndërsa, nga Andrea Stefani do të lexoni, nuk ka as Europë kristiane dhe as Shqipëri muslimane. Mëtej, sfidat e qeverisë së ardhshme, në faqen 9. Në rubrikën ndryshe, e përditshmja Shqip sjell shëndeti 10 rregullat për ata që janë me dietë. Më thuaj çfarë akullore je ha të them se kush je, në faqen 16 dhe së fundmi, gratë që raportuan nga fronti. Ndërkohë vijoj tek Shekulli, bllokohen pasuritë e drogës, prokuroria njofton bllokimin e mbi 4 milion euro tok, makina dhe biznese. Antimafia italiane shton presionin mbi autoritetet shqiptare, rasti i 34 vjeçarit Çavo me 3 milion euro pasuri. Statusi, ja çfarë përfitojnë qytetarët. Ligjvënësia e majit analizon detyrimet e institucioneve pas marrjes së vendimit pozitiv nga BE-ja. Monitorimi i shtuar mbi qeverinë e Ramës, çfarë do të ndodhë me zbatimin e ligjit dhe si do të fitojnë shqiptarët.
Intervista e plot e Valentina Leskaj vjen në faqet 4 dhe 5. Droga e Divjakës, Kleviol Ahmeti këngë për mikun e vrarë të Drita Handajtit në faqen 6. Rezultatet zgjedhjet në Kosovë kryesojnë PDK dhe LDK, zhgënjen vetëvendosje. Mëtej, reagimi paktidetar me Greqinë, Berisha u trembet hetimeve të kërkuara nga qeveria në faqen 2. Edi Rama fund zvarritjeve me procesin e legalizimit në faqen 11 detajet. Matura shtetërore, provimi, përjashtohen nxënësit që kapen me celular. Mëtej, projekt ligji si do të gjobiten sipërmarrjet turistike për shkeljet. Së fundmi, sot morali u duket njerëzve si përrallë e moçme. Në faqet 16 dhe 17 vjen shkrimi i plot. I rikthehemi edhe një herë shtypit të ditës, vijë tashmë tek Gazeta Shqiptare. Pronat në Strasburg, Toro vazhdoi në paditë ndaj shtetit. Vendimi i Këshillit të Evropës ka të bëjë vetëm me detyrat që janë dhënë shtetit shqiptar për kompensimin e pronarëve dhe jo me vijshmërinë e gjyqeve tona. Mëtej, krimet e rënda ngrin pasuritë e shqiptarëve të kërkuar në Itali. Bosëve të drogës ju sekuestrohen 4 milion euro në listë Bençimja e Arben Gropa. Mëtej, Exit Poll, Hashim Thaçi kryeson LDK e Mustafës e dyta. Në faqet 10 dhe 11 detajet. Gjuha shqipe, rezultate të enjten, sot matematika. E fejuan me zor, babai e dhëndri kërcënojnë të miturën në faqen 8. Shkon dot në komision invalidi pa kujdestari në faqen 14. Njoja me na infrashërin e porrallat shqiptare në faqet 16-17. Edicioni i 10, Rally Albania jo vetëm garë, por edhe turizëm në faqen 20. Suedia pro statusit opozita të përfshihet në reformën territoriale në faqen 4. Mëtej tek opinioni ditës do të lexoni. Avokati grek për autorët e marrëveshjes së detit nga Petrit Halili, ndërsa nga Fatos Tarifa, këta antireformatorë cinik të arsimit të lartë. Ndërkohë vjoj tek tema për sot si këtë artikull trajton, Thaçi fiton zgjedhjet, por shumica është në dyshim. Në këto rezultatet e Ganibobit. Mëtej, Ngjela, vërtet mendoni se ky llalla do të hetoj korrupsionin e ujqërve të rrëzuar? Në faqen 3 detajet. Shqipëria e arrin nivelin e jetesës së BE-s pas 70 vitesh. Në faqen 10 vjen ky shkrim. Mbi 41.000 qytetar kanë marrë shërbimet nga Aluizni në 6 muaj. Nga Merobaze, do të lexoni, zgjedhjet nxorën të parin Thaçin dhe shumicë opozitën. Artan Lame zdo të lejojnë Bashën të abuzoj me Tiranën në faqet 6-7. Në rubrikën opinion do të lexoni statusi dhe kontrapedali blu në faqet 8-9. Europë ndihmë në faqen 9 dhe së fundmi në hijen e vdekjes. Në faqet 10 dhe 11 tek tema. Vjoj tek dita për sot si këtë artikull ajo trajton fabrika e kokëboshëve. Rrëfimi befasues i një pedagoge të prenotuar çfarë ndodh brenda mureve të një universiteti privat. Mëtej, zgjedhjet në Kosovë, rezultatet e para flasin për fitore të Thaçit. Çfarë rezultati dha deri vonë në mbrëmje numërimi i 1/3 të votave, pse partia e Haradinajt rrezikon pragun dhe dilemat mbi vetëvendosjen. Në faqen 4 dhe 5. Reportazh i hidhur për fëmijët shqiptar që punojnë me clearing për 1 kilogram miell. Mëtej, media kanadeze si shfrytëzohen jetimët shqiptar në minierat e Bulqizës. Më në brëndësi do të lexoni, a mund të trajtohet korrupsioni si akt tradhtie? Për maturantët dhe provimin e matematikës, si do të kompletohet procesi i legalizimeve. Të gjitha këto nga faqja 8 deri në faqen 15. Ahmetaj në Kin, jemi vend i vogël, por jemi porta për tregun më të madh në botë. Konferenca në Kin, detajet e takimeve të ministrit me zyrtarët e lartë të shtetit kinez. Në faqen 9. Ndërkohë vjoj tek Panorama Sport, eksperimenti i Shqipërisë shfryn ndaj San Marinos. De Biazi dridhesha në pankin, i trembesha një blofi ndaj modestëve. Ofert 10.000 euro në muaj, Curi po bisedoj me flamurtarin. Mëtej,
Çani shënon sërish, por Bari barazon në faqen 3. Kuksi kërkon të josh Zeqirin në faqen 5. Godet Laçi akord me Vujadinovic në faqen 7. Partizani pressing për Gilman Likën. Të kuqt kanë përgatitur një tjetër ofertë përmes fushorin Shkodran në faqen 6. Magani sfidon Demat s'na marrin Karabecin në faqen 7. Balotelli bëhem legjend, do shpallem kampion bote në faqen 14. Botrori, skandali i Katarit, votat u shitën për gaz. Gjermania lëv përdor plan si në vitin 1954. Së fundmi, finale spektakolare na dal sërish mbret. Në faqen 21 do të gjeni detajet.